Edhe na pa dalë një plak me veshje tradicionale Kosovës që shikim, do gjyshe juna. Dalë në rrugë edhe bajke me dy durë të adin që më nalë, se na keto me furgon të kaluan nina. Edhe u nalëm, tha, na kanë hinë, na kanë plaçkit, na kanë vijë, na kanë gjujt me orë, me hajnat, po. Edhe fillova veç qashtu me ato temën mi ofshin gjakin, se s'disha shpandime mi jopë, se edhe s'kisha pas nej përvoj, ose s'kisha pas nej dishka që mi jopë ndim ma shumë. Edhe jo fshisha gjakin qashtu, po kë njoni që fëlke, aj mujke me full, ja bëjke o flamur garet se pështu, ja bëjke ati tjetëri. Aj s'fëlke? Aj s'fëlke heq. Aj që s'ka full, jem kom 15 vjeqarë. Na dhe kom thira, kom vetë, ashtë qështu shkëlqem, ashtë kom pak ma i pjekon, ki mujt me dit ma mirë dishka për këtë histori. Tha po, tha i kena të rëzu në spital ushtarak në Tiranë, tha po ma nina shka bo me ata, tha une nuk e di. Do me thonë edhe une kisha pos shumë dëshirë me gjetë ose me ditë lidhi me ata persona shka ka ndodhë. Të dashur me që jam me një djalë prej Malishevës i cili sot pika shkurta ma ka tregu një rrëfim e cili ka ndodhë gjatë kthimit refugjatëve në Kosovë prej shtetit shqiptar. Edhe ai tregimi ti, ai rrëfim shumë preks ma ka tërqeth edhe trupin edhe shpirtin. Kështu që me mua është Besimi. Përshëndetje Besim. Përshëndetje edhe për juve. Besim, ti je prej Malishevës. Po, i Malishevës. Sot e tregove një rrëfim lidhje me luftën e Kosovës. Po, është shumë e vërtet. Gjatë luftës, po jena konë në Shqipëri refugjatë, si kur krejt Kosovartë. Edhe gjatë këthimit, baba jam punoj ka punu në fushkruj në dërtim. Edhe tha, shkati me familjen në Kosovë, mi këthuj familjartë. Sa keni qëndru ju në fushkruj? Kena nejtë 3 muaj. 3 muaj që keni nejtë fushkruj. Fushkruj kena nejtë. Po baba u pat lidh me puna aty, se u deshka dhe me punu. Pastaj tha, këthav ti me familjarë në shpi, pas u shliru Kosova, u nisën mu këthuj refugjat në Kosovë, këthav tha ti me gjyshin e me nonën e me këta tjerë, këthav në Kosovë, po ti këthav prap tani me këtë shoferin e furgonit, a i shoferi furgonit akon i fushkrujës, emnin e ko shkëlqim, bi emnin nuk kujtohet. E ki kontakt? Po, kam kontakt. Ua, sa mirë. Edhe tha këthav me ta, mirë, po gjatë këthimit, une me këtë shkëlqimin me furgon prapë për fushkru, i latën familjartë në Malishevë, në shpi, e unë u këthejva mrapsht me shkëlqimin, po tash saktësisht nuk kujtohet aja rruga i ven, aja fshat ku ka ndodhë rosti, aja rruga e vjetër, do më thonë që shkën për Tiranë, rruga ku se atëherë su kon autostrada, edhe na pa dalë një plak me veshje tradicionale Kosovës që shikim, do gjyshe juna. Dalë në rrugë edhe bajke me dy durë të adin që më nalë, se na keto me furgon të kaluan nina. Edhe u nalëm, tha, na kanë hinë, na kanë plaçkit, na kanë vijë, na kanë gjujt me orë, me hajnat, po. Se në qatë kohë ka ndodhë shumë raste që ka u ktheshin, dilshin në rrugë hajnat edhe bëjshin probleme. Edhe i na hinë në autobus, i kina morë, ka pas lotarë edhe tjerë aty, po shumica e në konë femna në autobus që ka ndodhë rasti. E i kena morë ata 2 personat plagun, gjendje shumë tronë. Në cilin vend i keni marrë? I kena morë te autobusi, në autobus mrena. Shoferit apo karik? Shoferin e kena morë në karik, e atë tjetrin, s'pom kujtu ato sakve që di që shoferin e kena morë drejt për karikës. Shoferi autobusit o kanë? Po, shoferi autobusit. Edhe aj tjetri, ose u kanë kondonter, ose u kanë autor, s'jam bashkë sigurt. Veç u dëke si kur kondonter se u njafshin në mëzveti ata. Edhe i kena morë, i kena shtin furgon, 2. I kena shtrin karika, vallaj nuk e di veç ka pos shumë shenja plumav në për trup. Se nuk di që ashtë pandime mjo jo, pa i shoferi i grajke furgonit, unë e përmas me ata 2 plagun. Edhe ja shkeva majicën, joni ka pos majicë kimën, ja shkeva majicën, edhe fillova veç qashtu me ato temën mi ofshin gjakin, se s'di që ashtë pandime mjo jo, se edhe s'kisha pos nej përvoj, ose s'kisha pos nej dishka që mjo jo ndim ma shumë. Edhe jo fshisha gjakin qashtu, po kë njoni që fëlke, a i mujke me full, ja bëjke o flamur garet se pështu, ja bëjke ati tjetëri. A i s'fëlke? A i s'fëlke heq. A i që s'ka full, jem kon 15 vjeqarë. Ti 15 vjeqarë.
Do me thonë ai s'fëlke hiq. Qaj që s'fëlke e ka pos emnin Flamur, mbos këtina që fëlke. Se ky thej ka Flamur garet se pështutëm. E kuj qut ata? Edhe me qatë rrugë shoferi so ka mujt i ka gro furgonit me shpejtësi shumë të madhe. Edhe i kena dërgu në spital ushtarak në Tiranë. Ma shkurt, u bona se kum pos pantot barë vesh, u bona këtë gjak, u bona që ka që trash gjak edhe ira shumë eron vike në furgon se gjakit njerit shumë eron. I kena dërzu në spital ushtarak aty. Mdoket që na kanë morë emnat neve që i kena dorëzu aty ata 2 plagunt, edhe mu shak kanë ndodhur me ata persona, unë nuk e di. Kisha pos qef me ditë shumë edhe me gjetë, ajo në gjalla, po kushdo që ka në informacion, se unë kum dosh ka herë me bon diçka adin me njoftu dikan në media, në dikan që mi kërku ata persona, po së der shonë sa herë mundësia, pa njerëz për juve. So vjeçari je sot? Sot jam 40. 40 vjet. 40 Ke vjeçar. pas 15 vjet. Qashtu 15 vjeçarin kam, 15 15-16. vjeçar këtë ngjarje dhe nuk e ke thonë kur një. Jo, kur e kum cek me kum ka vllaf me familjar, po tani Baba shkajta. baba u frigu një herë se kum po me gjaka, din teshat me gjake sane, tha shka ka ndodhur, shka u bon, i kallzutu, ma din se ke ai shoferi me mua i shkëlqimi. Tha qështu e kena marrë do të plagas në rrugë, e kena dorëzu në spitale. Tani A e ke pyet shkëlqimin sot me pyet çka ka ndodhur? shkëlqimin e kum pyet, e kum gjetë kontaktin lidhje mas lidhje, se tani u pat shkput kontaktin me ta, e gjeta numrin e tina dhe e kum thirrë, kum vet, thash çështë shkëlqim, ashtu e kum pak më i pjekun, ki mujt me ditë më mirë diçka për këtë histori. Tha po, tha i kena dorëzu në spital ushtarak në Tiranë, tha po ma nena shka bon me ata, tha unë nuk e di. Do me thonë edhe une kisha pos shumë dëshirë me gjetë ose me ditë lidhje me ata persona shka ka ndodhur. Unë e tham gjithë ata persona që kanë njohuri lidhje me këtë rast, le të shkruajnë te Kosova Info, qoft një koment, qoft një mesazh, qoft një çka do që t'jetë, edhe ta gjojna një kontakt sepse dojna me ditë arsyen pse ka ardhur deri te plagosja, nëse janë gjallë ata persona, sepse nuk e din ti janë gjallë. Jo, nuk e di, s'kam informacion absolut. E keni dorëzu të dytë gjallë? Të dytë, që këtë që fëlke po, sigur ta kon gjallë, qaj që fëlke, kurse aj që s'fëlke, qaj flamuri në bazë këtina që fëlke, se këtë që fëlke ja kish kop dorën atina në furgon atin, Po. edhe unë im kosin mes dëve diqysh, të jop ndimën ma do mënësit e mija, e këtë që fëlke i thejko garet flamur se pështutëm, atin se e shike që i kena marë, Kishin pas ato. Allah i parafërsisht në bazë asaj që kam parasëve diqysh, që këtë që fëlke dikun akon rreth 28 dhe në 30, besoj. Shoferi autobusit. Ja, këtë që fëlke, këtë tjetri, që këtë si kondonter, Po, ose qaj që Ky fëlke. flamuri, sa vjetë ke Ai pas? flamuri, ai që s'fëlke, akon pak ma i pjekun se këtë tjetri, rreth E 40. cili folke, që ky është shoferi i autobusit apo? Ja, këtë tjetri fëlke, këtë tjetri, tjetri. po shoferi s'fëlke, A shoferi s'folke. shoferi s'fëlke. Shoferi e kish pas emrin Flamur, a? Flamur, po në bazë këtina që fëlke. Okej, do me thonë, shoferin kur e keni marrë pikarikës Po. të autobusit, pikarikës shoferit të autobusit, e keni qitë aty, ai do me thonë s'ka folë. S'ka full heq, ai s'ka full heq. Asë një levize, se ka bon diçka që me kallëzu Ai një kish pas reagim. emrin Flamur. Flamur e ka pos. Se ky i revi tash unë i thej ke po, këtina. ky që fëlke i theke se janë jofta në mëzveti, 100%. Masi e ka kopi dhe Po edhe dorën ja ka kopë, ose e ka emrin. pos familjar, ose e ka pos diçka tafër me ato, e ka njoft, ose kanë punu bashk, aten. Po si dihet aty. Po aty nuk e di. Veç kryesorja i thejke o Flamur garet se pështutëm, se shike ai vetën që e ka marrë dikush me job ndihma, po den. Edhe ky shkëlqimi ka vuzit furgonin me shpejtësi marrament se na pra ato rrugët që shikan ata, edhe i kena dërgu deri në spital ushtarak në Tiranë. Mani shka po me ata persona nuk e di. Vish ball kisha pos dëshirë, në sholla lutna që janë gjallë. Edhe për ato gratë, se ato gratë që kanë vetë në autobus, ato pa Ato gratë ka mundësi, do të më kona i gruën e qika re që u kona të kohë, ta shtin më aki e din historien aden, ka mundësi më kona jo alo aden që është në rrjedhat kësaj ngjarje. Mirë po qaja plaka që u dol para autobusit nuk besoj që mund më kona tashti gjallë, se në atë kohë dhe i ka pos ka gjani mosh, i sholla lutna që është gjallë dhe janë E kam pa një trishtim shumë të madh. Shumë e vërtet. Edhe une jëm të merru në atë gjendje se s'kisha mundësi shka m'ju jop ndihmë shumë, përveç që m'ju pastru plakët. Komunat me Po, edhe u shishin plakët e pluma ku kanë dëpërtu, se ku e fshisha gjakin, delke tjetri gjak, po, gjakiri, edhe akon fresh rosti, do me thonë. Në momentin ku i kena hosën atë aja plaka, bumbakis ka pos 5 minuta që kanë duhet rostin, bos plakëve pa fulli, se halo ishke gjaku shumë i nxejtë, ishke shumë fresh, plagë shumë
e njoh me një fjalë. Mas 25 vite, po thojnë, 25. Po. Sot po vjen të kushtrimi në Kosova Info dhe për thu këto. A e ke ndje obligim me thonë këtë rast? Më të e ku ndje obligim këto, po hajtë sot, hajtë nesër. Edhe me thonë drejt, s'disha ku mi jo drejtu, kuna mi thonë, kuna mi a kalzu këtë histori. Mu do ke si kur kretë thonë, hajtë bëse pa ja fut këtë, kjo pa rana, ku me ditë shka. Po une me thonë drejtën këm pos vendos me shku edhe në Shqipni, me një televizion ose me një media diku, me kërku qëtë histori, edhe me ditë që shka ka ndodhur me ata persona, se e një edhe vetën diqy shumë atë shlirum, për deri so e di që janë gjallë, ose e di shka ka ndodhur me ata persona, mirë po, sot ke mundësia para Kosova Info. Nëse del shkruan flamuri ose ai tjetri, nuk ja dina emrin, edhe thot faleminderit për ndihmën ti që ma ke pështu jetën, sepse është një pështim jete. Absolut. Qysh ishe mundit? Absolut, që isha një shumë milunëtër, shumë mirë. Se e kena obligim me minimu njëri tjetrit pa tjetër, edhe në rast edhe ma të shtira, bun vakif, edhe pse s'besoj që ka diçka ma shtirë se që kja, po unë e një vetën shumë lumtur, shumë krenar, edhe pse në mu shumë tre, po ku marrit paktën me mundësitë e mia me jo jap një ndihmë, edhe ata sot më konë gjallë, lutna që janë gjallë, inshallah dhe Zoti e shet dikush, edhe ka informacion lidhe me këtë rast, edhe del thot që ju njoftën juve në pos juve tani marrvesh edhe one. Mustanine, ju të dashur miq, rrini me neve, sepse gjanat e mira i sëllën veç na, Kosova Info ju informon për çdo gjë. Lusim që këta dy persona të zbardhët fati dhe rasti i këtinve dy persona, se çfarë ka ndodh pastaj dhe çfarë ka ndodh derisa ka ardhur te vrasja ose shtinja me armë zjarri te këta dy persona, rrini me neve sepse Kosova Info do ta informon, do ta hulumton këtë rast, edhe do t'ju informon për çdo gjë. Aty ku e bukur ka një emër, ai emri Nana Kosova Info.